إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم جل شأنه falënderojmë, për ti ndihmë dhe falje kërkojmë. Atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e udhëzon. Atë që udhëzon i madhi Allah nuk ka kush e devion, dhe atë që devion i madhi Allah nuk ka kush e udhëzon. Salavatet, selamet, përshëndetjet tona ja dërgoj Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, familjes së tij të ngushtë, shokëve të tij fisnik dhe trima dhe mbi ata muslimanë të cilët e dëshmojnë në vetën me fjalën la ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Xhamat të pranishëm, para disa ditëve e lam një vit diellor, apo ndryshu viti diellor, ishim në një vit tjetër, erdhi një vit tjetër, dhe çdo ditë kjo diell çka po lind nga lindja dhe perëndon nga perëndimi, ato vallë ne si njerëz çfarë mësimi muna me marrë nga ky ndryshim. E lëm një vit, vjen dielli çdo ditë, perëndon dielli çdo ditë. Andaj kjo neve na jep me dije se kjo botë nuk është vendi për gjithmonë. Nuk është vend që ti keme mbet për gjithmonë. Sikurse që po kalojnë vitet, edhe ti një ditë keme kalu. Sikurse që po lëviz dielli, edhe ti një ditë keme lëviz. Si thot Hasan el-Basriu, o birë Ademit, ti je disa ditë. A kaloj një ditë u shkurtu ymri jot. Andaj, momentin që ne e lojmë një vit, vjen një vit tjetër, momentin që ne e kalojmë një ditë, vjen nata, vjen sabahu, pastaj akşami, andaj këto ndryshime çka po ndodhin, çka po i shohim për çdo ditë, këto neve na japin me dije se edhe ti dhe on, gjithë ne kena me lëviz një ditë prej kësaj bote. Por muslimani, besimtari i mençur është ai cili e llogaritë veten e vet para se me shku te Allahu xhaleshanu të llogaritë. Edhe është një cilësi dhe metodë e muslimanëve që njeriu ta llogaritë veten para se me shku te Allahu xhaleshanu. Allahu subhanahu wa taala na thot në surat al-Hashr ayat 18: Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. O ju të cilët i keni besuar Allahu xhaleshanu, keni frikë Zotit dhe secili le ta shikon çfarë ka përgatitur për nesër ku do shkon te Allahu xhaleshanu ditën e Kiametit. Obligim e kemi. Ne si musliman ta llogaritmi veten tonë para se me shku me na llogarit Allahu xhaleshanu ditën e Kiametit. Llogaritja e vetës, nëse ne njerëz, nëse ne musliman e llogaritmi veten, andaj kjo neve na ndihmon për sualin ditën e Kiametit. Na lehtëson kur kena me shku te Allahu xhaleshanu që Allahu ka me na pyet për çdo sen, siç thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, la tazula qadama abdi yawm al-qiyamah. Nuk kanë me lëviz kom të birit Ademit ditën e Kiametit derisa mos pyetet për jetën ku e ka harxhu, për rinin çka ka vepruar, për pasurinë se e ka fituar dhe ku e ka harxhu dhe për dijen çka ka vepruar. Andaj Allahu xhaleshanu ka me na pyet ditën e Kiametit. E nëse ti ne e marrmi veten në pyetje për çdo ditë apo për çdo fund të vitit, pasi ishte edhe fundi i vitit, e kalum një vit, e po vjen një vit i ri, apo një vit tjetër, ndryshimi i viteve, andaj neve na jep me dije se ti duhesh me llogaritë veten tënde para se me shku te Allahu xhaleshanu me llogarit. E ti kur e llogarit muslimani, njeriu kur e llogarit veten e vet për çdo ditë apo
çdo vjet, njerë vjet të llogaritë dhe ta shikon se çfarë punë ka punë, andaj kjo e ndihmon para se me shku të Allahu me të bo sual. Se kur shkosh të Allahu me të bo sual, edhe ti e ki bo sual e vetën, andaj suali i Zotit ka me ta lehtësu tyje atë ditë kur ki me shku para Allahu subhanahu wa taala. Ju ndoshta e keni po këto ditën. Shumica prej lokaleve të cilët i kanë njerëz biznesmena bëjnë popis, balans. Pse se me shiku atu vallë ka fitu, atu vallë ka hu. Andaj edhe ti, ndryshimi vitit, ti duhesh me bo një balans në jetën tënde. Ti si musliman, ti si njeri, me shiku atu vallë, unë në këtë vit që e lash, sa namazi kam falë, sa lexim Kuranit kam bo, sa sadaka kam dhënë, sa agjerim kam bo, sa punë të mira kam bo, edhe e me shiku sa punë të këqija kam bo. Andaj nëse ti ke bo punë të mira, vazhdoje jetën tënde duke i shtue ato veprat e mira. Nëse ti ke bo punë të këqija, andaj ka tokë dhe istikfar. Lutë Allahun që Allahu me t'i falë. Edhe vazhdoje me ardhen e vitit tjetër, andaj hapeni fletonve dhe jepi abesën Allahu dhe i thuaj Allahu Gjellëshanu që une nga ky vit do të ndryshoj vetën time. Une kam bo balans apo popis e kam llogarit vetën time. Vitin e kalun kam bo kaq gjuna. Andaj jepi abesën Allahu që ato gjuna ti kimi ilon edhe kimi zavencu me veprat e mira. Sepse një ditë për ditëve edhe ti kimi shkuta Allahu Gjellëshanu. Andaj njeriu i cili llogarit veten e vete, nuk duhet të jetë shkollavan, as biznesmen, e as me të ketë pasuri apo të ketë pozit. Vetëm ne duhet me pas synim, dëshirë, a dojnë me llogarit veten para se me na llogarit Allahu Gjellëshanu, si shto Omer radiallahu anhu, hasibu anfusakum qabla an tuhasibu. Llogarit e veten tënde para se të llogaritësh. Peshoj punët e tuja para se me ti peshua Allahu Gjellëshanu. Sot dunjo ke punë e s'ke llogarit, nuk me kërkush pyetje, ama nezër ku të shkosh të Allahu Gjellëshanu, Allahu ka me na llogarit, atje punë s'ka. Për këtë shkak, llogarit e vetën tënde dhe shikoj punët e tuja. Sukur sa i dyqangjiu i cili në akşam e shef atë llogarin e vete, a thu vallë ka shit, a thu vallë nuk ka shit, a thu vallë ka fitu apo nuk ka fitu. Për këtë shkak ne kemi obligim bile spaku njerën vjetë ta llogaritin vetën tonë. Ta llogaritin vetën tonë para se me shku të Allahu, me shiku veprat e tona. A thu vallë janë vepra që i donë Zoti, apo a thu vallë vepra që nuk i donë Allahu Gjellëshanu. Le tjetë synimi jonë, qëllimi jonë, dëshira jonë, le tjetë ahireti. E jo dunjoja. Dunjoja vjen edhe shkon, ama ahireti kime shku edhe mos ka këthim. Për këtë shka për pejgamberi alayhi salatu wassalam, men kanet dunya hammuhu, ai cili e ka për qëllim dunjon, Allahu Gjellëshanu punët e tij kam ja largu, apo kam ja botë, më thonë të mdoja, sa që ai s'ka me mut mi mledh punët e veta. Edhe ai njeri nuk ka mundësi me marrë nga dunjoja, vetëm atë që ja ka caktuar Allahu Gjellëshanu. Ama kush e ka qëllim ahiretin, kush e ka qëllim gjennetin, kush e ka qëllim Allahu Gjellëshanu që me knash, Allahu Gjellëshanu kam ja bo, që edhe dunjon kam ja dhon edhe ahiretin, edhe pun kam i pas bashk, edhe pun kam e qenë i rahatshëm, apo kam e qenë pas stres e kështu me radhë. Për këtë shkak që më të pranishëm. Sahabët shpesh herë e llogaritëshin veten e vete. Në dunjo e shikojshin a thu vallë, është musliman, a thu vallë ka punu të mirë apo jo. Një ditë për ditëve, Omer radiallahu anhu shkon te Hudhejfe el-Yamani. Hudhejfe el-Yamani ishte njëri i cili i kishte listën nga pejgamberi alayhi salatu wassalam, ata njerëz të cilët kanë qenë munafika të dyftisha. Edhe shpesh herë Omer radiallahu anhu i thëke Hudhejfe, a thu vallë mos është emri jam, që ta llogaritë veten e vete para se me shku te Allahu Gjellëshanu. Omer, khalife, prijes i muslimanëve, ka pas frik, a thu vallë si ka me shku te Allahu Gjellëshanu. Po ashtu edhe Hamdale një sahabi i cili
ka qenë për atyre i cile e ka shkujtur vahjin, shtadën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Një ditë për ditë del nga shtëpia e takon Ebu Bekrin dhe i thot: "O Ebu Bekri, jam bë munafik, jam bë dyftyrsh." Ashtu e kanë ti vetën, edhe pse normal ai ka qenë i garantuar me xhenet. Ka qenë i garantuar me xhenet, ka qenë për atyre i cili e ka shkujtur shtadën e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Po në herë ka dash me llogaritë vetën e vetë, me këtë gjest, me këtë vepër, ka dash ta llogaritë vetën e vetë. A tu vallë është për atyre apo jo? Andaj e takon Ebu Bekrin dhe i thot: "Jam bë munafik, jam bë dyftyrsh." Pse? Thot se kur jam me pejgamberin alayhi salatu wasalam, imanin e kam shumë të fortë. Ku takona me familjarët apo me dunjon, mirë me dunjon e një vitin sukurse nuk jam ai i cili kam qenë me pejgamberin alayhi salatu wasalam me iman me besim. Ebu Bekri thot edhe unë njësoj. Shkojnë te pejgamberi alayhi salatu wasalam. Shkojnë te pejgamberi alayhi dhe i thonë: "Ja Rasulullah, handalej thot, jam bë munafik." Pejgamberi alayhi salatu wasalam e pyet sikurse ka pyetur Ebu Bekrin: "Çka është shkaku se vepi?" Thot: "Kështu ja Rasulullah, po e ndi vetën me ty musliman i mirë, kur jam jashtë ateje, sikurse me kon dyftyrsh." E pejgamberi alayhi salatu wasalam thot: "Ja handale, kjo dunja është sa. Një qas kështu edhe një qas kështu." Çka ka dash me thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam? O handale, o Ebu Bekr, nuk ka mundësi dunja ti me kon vetëm xhami. Nuk ka mundësi dunja ti me kon vetëm ligjërata, e vetëm namaz, e vetëm domethënë tan ditën mu izolu. Po dunjaja është pak namaz, pak agjerim, pak sadaka, e pak Kur'an, e pak me familjen, e kështu me e kalu dunja. Ama kryesor është që qëllimi janë me e knashë Zotin. Qëllimi janë është me synu xhenetin, ajo dunja. Sepse dunjaja vjen edhe shkon, edhe nuk mund është me marrë asgjë nga kjo dunja atë çka e ka caktuar i madhi Allah, para se me të kriju në dunja. Ta ka caktuar rizkun tanë, para se me dalë dunja, e ti nuk mund është me marrë jashtë asaj. Por, le tjetë qëllimi janë i ardhjes tonë dunja, me qenë qëllimi me synu ahiretin, sepse Allahu xhelle shanu thot: "Wal akhiratu khayrun wa abqa." Ahireti është më mirë dhe përgjithmonë. Wal akhiratu khayrun min al-ula. Ahireti është më mirë se e para se dunja. E kjo është qëllimi që duhet ne me pas me ardhjen tonë dunja. Pastaj Allahu xhelle shanu thot: "Inna Allaha khabirun bima ta'malun." Allahu xhelle shanu i din edhe detajet e juaj të fundit. Çdo punë që e bën ti, Allahu xhelle shanu ka me ti prezentu ditën e Kiametit. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Ai cili ka punu një punë të mirë, edhe nëse është sa grimca atomit, ka me gjetë Allahu. Edhe nëse ka punu punë të këqija, edhe nëse është sa grimca atomit, ka me gjetë para duarve tuja ditën e Kiametit. E jo në është në këtë jetën tonë me mbush, është jeta jote është një film, një CD. E këni po një CD një riu kërë e shikon një film, apo kërë e shikon dasmën e vete, i cili ka zgatë 4-5 muaj. Edhe jeta jote është një film, pa i filmi zgatë 60 vite. Edhe Allahu xhelle shanu ditën e Kiametit ka me thonë: "O filan, kjo ka qenë jeta jote." Edhe ti shiko, ti atu valë qatë film, qatë jetën tonë dhe kime pas dëshirë me shiku vetë me familjen tonë, apo ka me të rëdmare se qëfar punë ke bo gjatë jetës tonë. Andaj se cili, le ta jape përgjigjen vetës vetë, atu valë jetën, këtë filmin, këtë CD-n, mrejna 60 vite qëfar punë ke bo, a kime pas dëshirë me pa me familjen tonë, apo kemi thonë Allah, stop, nale, sepse marove ketë, apo u bona rezim me familjen time. Për këtë qka pregatit e vetën tonë. Bane mere vetën tonë në llogari, edhe shiko çfarë punë ke bon, edhe Allahu xhelle shanu shpalës, është mëshirues, le tjetë ekipit çka do të vjen edhe e cila është edhe disa javë, po vjen edhe muaj Ramazanit, muaj mëshirës, muaj rahmetit, muaj xhenetit, andaj pregatit e vetën tonë para se të vjen ky muaj,
që Allahu xhaleshano të jetë i kënaqur me jetën tonë, se në ditë për ditë siç e tham, kina me shku, kina me lëviz, kina me lanë, sepse kjo dunjë nuk është dunjë për gjithmonë, është dunjë kalimtare. Ne jemi mysafir, vim 60 vite, 70 vite dhe kina me shku te Allahu, edhe atje kina me dhënë sual. Kina me dhënë sual për jetën tonë, veprat e tona. Lusim Allahun xhaleshano që Allahu na bën për atyre që të punojnë punë të mira. Lusim Allahun xhaleshano që na bën për atyre që të largohemi nga punë të këqija. Lusim Allahun xhaleshano që gjunat e tona, ata të cilët i dinë dhe ata të cilët nuk i dinë, Allahu magfireten e ban xhenetin e Firdaus, nasibten e ban amin wa akhir dawana alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Jemi ditën e gjumos së babi man këtë ditë me që salavat në pejgamberin alayhi salatu wassalam. Ai muslimani i cili çon salavat në herë Allahu dhe me laçë do bëjnë dua dhe të hap. Ne çon salavat duke thënë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammedin wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.